paget me emrin Adriatika diçka e tillë. Dhe u kthyen ku? Në Durrës. Në Durrës. Domethënë, gjithë aventura mbaroi aty. Ti nuk e bëre për kushëririn. U pendove? U pendove apo jo? Kurdo? U pendove më pas apo jo? Po pse do pendoshëm? Po kushëriri ku? Pendohesh për shembull, po të ishe kthyer do rrihen në Shqipëri, po pastaj rrugët ishin marrë pastaj. Do ti e di që do ikje prapë, nuk është çështje kohe ishte. Erën tjetër me se ike. Ja që pas një viti do fuqizoheshin njerëzit se ishin jashtë shtetit, do na sillnin gomonet edhe. Do me thënë, me trapa në fillim, pastaj do bënin në lekë, do vinin gomonet. Në fakt kështu erdhën gomonet, e bukur. Kështu erdhën gomonet. Dhe ti pastaj ike me gomone. Po me gomonet e bëra rrugën time unë pasaj që ktheheshim, e kishim edhe si punë. A pse ke punuar, ke qenë skafist? Jo, po. Hajde me ata aty, isha çuni i skelës. A qa bëhe ti? Dhe më thonë, me çunat e tjerë, me revje, sa e kishit një rrugë? Me çunat e xhaxhajt, me djemtë e dajos. Kishit një gomone tuaj? Po një paç ti, po. Sa kishit? Unë s'kam pas asnjëherë. Po kanë qenë atje, ke pasysh, ata punonin grupe, kupton, kishin nga 3-4. 3-4 gomone. Po leku madh atëre. Merre çoj gjithë dynjan në Itali. Unë kisha detyrë në mëngjes çoja lekët në shtëpi dhe ndonjëherë mendoja të veja në shtëpi time apo të shtëpia e xhaxhait. Gjithmonë përfundoja te xhaxhai. S'më bëni këmbë të veja në shtëpi time. Një sekond. Ti merrje lekët që i çoje ku i çoje? I çoje në shtëpi. Në shtëpi. Lekët që i jepnin njerëzit që iknin. Po. Kishe shumë lek me vete? Bëj fjalë për shumë lek? Po bëj $50,000 çdo rrugë. 30,000, 40. 30-50,000 një rrugë. Pse po sa paguanin njerëzit? Sa paguante një njeri? Po kishte filluan me 1,5 milion, 2 milion, pastaj u ul, vajti 1 milion, 700,000, 500,000, 300,000. Po sa mbante një skaf që ti thu $50,000? Po kur ishte me 2 milion 30 i mbante easy një skaf. Që mund vente edhe 60 milion, po them tjera ti merrnin tjerët, jo pagoje benzinën jo. Po këtë e bënit pa frikë. Frikë s'kishte fare, domethënë. Ç'a frikë? Po me gjithë ato lekë, ku kishte frikë njeriu? Merr ato lekë e çon në shtëpi. Ç'a bënit me ato lekë? Blinit gomone më të mëdha, ç'a bënit? Ishin shumë para për kohën. Para e ke parasysh, po kishte edhe nga këto të tjerat, pasaj që gomonet kapeshin e bëheshin. Edhe unë bisje, kishte edhe kështu. Ju ka ndodhur ndonjëherë në një hyje në boçtë shoku e ke parasysh. Se kam parasysh. Nuk e kam kuptuar kur si funksiononte. Tani 20 milion bënte gomonja, 120 milion lireta, kështu që. Sa bënte gomonja 120 milion lireta. Po ti një rrugë kishe 50.000 lireta. Po tani një rrugë, po duhet të llogarisë edhe gjërat e tjera, e ke parasysh nuk ishin vetëm ato se duhet paguaj ti. Nëse tani të mos bëjmë auditin e gomoneve sot, po të pyes për diçka tjetër. Si ishte kjo jeta e njeriut me gomone, çon njerëz me njerëz? Kishte fëmijë të vegjël, kishte gra, kishte frikë, kishte njerëz të huaj, kishte njerëz që u mbytën, si ishte? Të njerëz që u mbytën, unë s'kam ditur të paktën aty, më shumë janë mbytur nga ana jonë se sa nga ana e tyre. Do me thënë kanë humbur në det shokët tanë, miqtë tanë. Nuk mund të them se kanë qenë 100% të garantuar vetëm po të ndodhen ndonjë larg qoftë ndonjë, ku diun çfarë mund të them, po njerëzit të gomone kanë qenë të garantuar. Edhe zakonisht kur iknin 2-3 gomone bashkë që po të ndodhte një gjë të ndihmojshin. Njëri tjetrin. Po. Punonet dhe me policinë, e dinte policia që ju po kaloni, policia kufitare këtu them dhe andej. Tani nuk duam që të korruptojnë policinë. Policia asnjëherë s'di asnjë gjë. E drejtë. Dhe gjithmonë i di të gjitha. Policia është e shtetit, është e popullit, punon për ne, punon për shtetin. Punon dhe për veten e saj. Po normal, çfarë do bëjnë? Kohë të kaluara, si kujton ato kohë? Ishte bukur, e ke parasysh unë jam rritur në atë zonë, venim gjithmonë, rria me muaj, centrale dhe në Kel. Shumë njerëz kanë humbur. Nëse, kohë të kaluara. Shok të tut kanë humbur.
Po shok, komshi, miq aty referot. Janë vrarje kanë. Në Itali? Po ku do në Shqipëri, Itali janë mbytur, janë bërë. Hesapet të tjera ato nuk diskutojnë të gjëra. Hesapet të drogës, prostitucionit, hesapet parave të pista? Nuk mund të themi atë. Hasmërira, çfarë më them, histori shqiptare. Nuk quhen këto asnjë gjë, janë pjesë, si ta them, pjesë e jetës tonë. Nuk mund të themi janë të këqija apo të mira. Si prostitucioni, si droga, si çdo është pjesë e popullit shqiptar komplet. Ndaç ta mohojnë, ndaç mos ta mohojnë, ne jemi të tërë të kamufluar tek ata. Ne zihemi të njëjtën gjellë, edhe me i miri dhe me i keqi. Edhe me i miri që ka qenë është detyruar të vijë tek me i keqi të zihej gjellën me të, edhe me i keqi s'ka. Kush thot unë jam me i miri, unë s'kam bërë, unë s'kam